Dita e vrasjes së Liridona Demajt u kthye sot në seancën gjyqësore me xhirimet kamerave. Prokuroria Javkova Prelinqević paraqiti në procesin gjyqësor kundër Naim Urselit kushtrim kokallës dhe Granit Plavës, video dëshmit për lëvizjet e këtyre të akuzuarve. Ajo filloi me xhirimin e Naim Urselit kur del nga shtëpia me datë 29 nëntor të vitit 2023 me takimin e tij me Granit Plavën në një pomë të derivateve në fshatin Cërnjan. Në këto pamje shihet teksa Urseli me familje hyn në një restorant dhe më pas futet edhe Plava, i cili ulet në pjesën e kundërt të asaj ku qëndronin Urseli me familje. Gjithnjë sipas pamjeve që po shfaqeshin në gjykat, shihej më pas Urseli më tani të ndjerën dhe 2 fëmijët e tyre duke dalë nga restoranti, e që para kësajt Urseli afrohet tek tavolina e Plavës, derisa po shfaqeshin pamjet në audio dëgjohet krisma e armës dhe zërat e fëmijëve.